Pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar ngjarjen më të fundit që ndodhi në shtëpinë e Big Brotherit. Pas një televotimi zinxhir të mirë menduar në fakt nga ana e Artan Kolës, pasi që Artani nuk respektoi urdhrin e vllaut të madh që të uleshte brenda rrethit të divaneve në verandë, por u pozicionua i fundit, u pozicionua në kariget e Vodafone, kariget e kuqe. Ishte një strategji e bukur që vota e tij të mbeteshte vota përfundimtare. Televotimi zinxhir çoi kok më kok Shëndritin dhe Rogertin për lider. Pozicionimi i Artanit dhe në fund pozicionimi i Mirit e bëri që Rogerti të përzidhet lideri i shtëpisë së Big Brotherit. Unë e kam thënë gjithmonë që Rogerti po të mos ta ketë Selin brenda shtëpisë, nuk kaloj. Dhe pas përzjedhjes si lider, që lideri ka një super fuqi, dhe unë e di që produksioni natën e shtunë Rogerti do t'i jep një avantazh jashtëzakonisht të rëndësishëm në këndin e liderit, në përzjedhjen që në fakt u bë në shtëpinë e Big Brotherit, Rogerti përzjodhi që të bisedën e parë në këndin e liderit ta bënte së bashku me Selin. Unë mendoj që Rogerti e ka lojën me Selin dhe tani ai në këndin e liderit, duke i dhënë avantazhe Selinës, për ta pyetur se në çfarë pozicioni dëshiron ajo të jetë, për ta pyetur se në çfarë këndesh dëshiron ajo të jetë, mendoj që ai do krijon dinamika dhe do krijon sulme dhe pikërisht e vendoi Selinën në kuzhinë për të krijuar debate. Loja po agresohet shumë, loja po tensionohet shumë, loja po irritohet shumë. Selina nuk është se e priti mirë, sepse Selina e di shumë bukur që Rogerti mund ta ketë me thik pas shpine afrimitetin e tij kundër saj. Por që Rogerti kishte një lloj qëllimi kundër Selinës, këtë e pash. Çdo të thotë të jetë Rogerti lider. Të jetë Rogerti lider në kupton që banorët janë shumë të rrezikuar dhe unë mendoj që superfuqia që ai ka brenda vetes dhe përfshir këtu dhe karakterit të tij, do t'i bën banorët që në pamje të parë të duken në përgjërues kundër tij në për çdo gjë që do të ndodhen brenda asaj shtëpie. Mendoj që do të jetë shumë e vështirë momenti kur duhet porositen ushqimet, do të jetë tepër tensionuese, por edhe të gjitha sfidat e tjera që Rogerti do t'i ketë si lider. E pash që e trajton bukur si tem, por mendoj që dëshiron të afrohet me Selin. Unë dëgjova nga ana e Selinës që unë nuk afrohem me njerëz të cilët këtu i kam parë gjithmonë si mbeturina, që këtë e kishte për Rogertin, për Mirin dhe për Tanin. Çfarë mendim keni për këtë ngjarje dhe për përzgjedhjen se si u zgjodh Rogerti si lider?